se ka probleme me energjinë elektrike, diçka që më duket ende shumë e tmerrshme me dëgjuar këtë kohë, po na trego saktësisht unë ku po shkojmë me mysafirin që e kemi, unë po e shoh përballë tash e shihni edhe ju dhe kuptoni më shumë. Po, pra të shkojmë në fshatin Glogovis të Prishtinës, ku që nga e ende pra banorët thonë se nuk kanë energji elektrike dhe kjo po vjen si pasojë e përkeqësimit të motit që patëm nga java e kaluar, e kjo pra ndodh shumë shpesh në Glogovis ka pra përkeqësim të motit, sidomos gjadimit, pra më shumë besim pa rrymë se sa me rrymë, kështu të paktën vetë kanë deklaruar vetë banorët gjithmonë na njoftojnë. Kështu që nëse vese e kemi në linë... Po, kemi të gatshëm, thjesht mundesh me bisedu. Okej, zotëri Zenel. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi për gjithë juve që jeni pra në fshat në këto momente dhe që po përballeni edhe me mungesë të energjisë elektrike. Apo na tregoni se saktësisht nga e keni deklaruar se nuk ka energji elektrike? A ka pas rast kur ka ardhur apo fare nuk keni nga e tjera? Nuk ka ardhur hiç asnjëherë peritetës në orën 6 mbrëmje, ndërprej dhe më asnjëherë nuk kemi pas energji elektrike. Tash po bën 6 ditë. Janë të punu, po thoj dikun, po punojnë në përfshatra tjera, e di që ka pas probleme, shkaqet kanë qenë për motit ligë, po edhe bashkë. Kjo është pak e teprume që 6 ditë, 7 ditë mësë me pasë rrim. Pak si kuna kur s'intereson kuna fare për neve, ka... Tash është edhe pak kohë e vjeshtës dhe kohë pejdimni për shkojna veç. Këtu gjithë herë kemi pas probleme, tash sa ma shumë senet që po kryohen për kushte ma të mira, edhe aq ma të vështira po bon për neve si fshatarë sa jone. Pra, e di që zakonisht keni probleme të ngjashme apo të njëjta edhe gjadimret. A kanë ndërmarrë ndonjë hap për ta përmirësuar ndoshta edhe rrjetin apo shtyllat elektrike që janë atje? Me thonë drejtën, na si fshatar kemi dalë ka pak në për teren, i kemi pastru do dronje do sene që ka pas nevoj, për me gjithë edhe njerëz nuk ka ashtu shumë në këtë zona tash. Po dhe ekipet kekut kënina asi kun po që një javë ditë që s'kemi energji elektrike. Pra po toni që nuk ka ndalë fare? Në vendin tonë, jo. Bjën të punu dikun ka prapashtica, da bishet që pjesërisht aty këtu, po më pas interesim për me arrit qëllimin me lëshu energjin elektrike, nuk jemi ka shumë që kanë interesim për këtë punë. Kjo të na ndodhë gjithë, asë një dime nuk vjen pa pas të problemet e lashe. Nuk ndodhë një ore 2, po të na kunalët, pa një javë ditë energji elektrike nuk kemi. Jemi zonë malore, zonë e thejmë, unë e di që është e shtire dhe të kryohen kushtet, po edhe bashkë që ashtu më nalon mas dore, nuk e di. Si po përballoni këto ditë, të themi, ose zakonisht, çfarë bëni këto ditë? Veç paramendot ashtë, këto janë senet ashtë ma ndryshë, ka ndryshu jeta, senet po vynë interneti, rryma, të 2 senet kryesore për jetë janë gjithkon. Që të mos edhe të në fshat janë shtira ma shumë se gjithkon, se në atë tjetër senet të shkemi dhe qa bojmë. Pa këto është shumë shtirë, se kemi bakti, kemi në vynë për me marru i pej pusa o pej me motora me sene, shumë shtirë pasha zote, po të kalzoj pak, për na vjen keqë dhe gjina dhe pej thmive, pa internet që një javë janë në për shkolla, në për puna, pa rrymë këtu nuk është letë, në qytet nuk jetohet pa to se jo se në Glogovicët. Nuk është e letë asë një tru. Por me gjithat paktën po shpresoj që sa për ushqim dhe për ngrohje, mund t'ja dilni? Jo, këtu janë, nuk është keq këtu për ngrohje dhe për ushqim, se kemi druntë dhe kemi tjera sene, po sa të pedim çfarë kohë po jetojmë, kush po mund pa internet me jetu dikun. Nëse pa energji elektrike, unë pedi që ka prishje dhe ka qenë më t'i ligë shumë, a më bashkështu, që një javë ditë më bo mësë me dalë kush, me të bo një vizit në për fshatra, me thonë që është gjendja, kjo veç të nëndodhë. Por interesat veta asë një herës në lëshoj derën. A e keni lajmëru dikënd, apo keni mendu të tërmeni ndo një hap tjetër? Nuk kemi të lajmërim kërkan, si kush heq parasysh kështë punë se merë. Konë të thirë telefonin për që punë së në së të qelë.
Na me një kryetar të bashkisë lokale të fshatit Damishes, bisedojmë çdo ditë për këtë çështje. Janë të punu, unë e di që ata duhet me punu, me siguri që edhe mos i marrin pagë, ata unë e di që i punojnë, veç sa punojnë ata këtu i duhet një punë me përkushtuar me dhënë për me arrit qëllimin e energjisë elektrike, po. A ka ekipe të mjaftueshme atje? Mendoni që ka apo shini? Nuk pas mjaftueshme shumë aty kjo. Se ju kanë një mua dhe fshatarë që ndalë në teren të gjithë, ju kanë mundësue kushtet për me regullu rrimën, po nuk e di. Nashta nuk po di, është katastrofë, është të keqme, kjo është pak e teprume. Atëherë, Zotri Zanel, faleminderit shumë për këtë lidhje, po shpresojmë që të paktën kjo thirrje juaj të ndikojë sadopak dhe të përshpejtohet edhe rregullimi në atë pjesë dhe të mos keni më probleme pra siç keni pasur gjithmonë. Deri më tani, ne keni sa më pak probleme pra sidomos gjatë sezonit dimror. Faleminderit edhe juve, kalofshi mirë. Faleminderit.